Një serb shtetas i Kosovës dyshohet se është rrëmbyer të shtunën nga Gjandarmeria serbe, ka bërë të ditur policia e Kosovës. Në njoftimin e bërë të hënën nga policia kanë thënë se rasti ka ndodhur në afërsi të vijës kufitare në territor të Leposaviqit. Sipas policisë, paraprakisht ai është plagosur e më pas me autoambulancë është dërguar në drejtim të qytetit të Nishit. Policia e Kosovës, Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda ka ndërmarrë veprimet e saj hetimore, duke intervistuar dëshmitar të rastit përmes të cilëve janë siguruar informacione se disa persona të maskuar kishin hyrë në territorin e Republikës së Kosovës, duke e plagosur dhe rrëmbyer viktimën, të cilët pastaj e kishin dërguar në territorin e Serbisë, ku sipas dëshmitarëve me një autoambulancë e kanë dërguar në drejtim të qytetit të Nishit në Serbi. Për rastin, policia ka njoftuar edhe misionin e NATO-s në Kosovë KFOR. Vendi ngjarjes ku raportohet se ka ndodhur rasti dyshohet se gjendet brenda territorit të Republikës së Kosovës, pra brenda hapësirës si quhet .0 në afërsi të zonës së Leposaviqit në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë, ku për këtë policia e Kosovës ka njoftuar dhe ka bashkëpunuar me KFOR-in si përgjegjëse për zonën kufitare. Një rast i ngjashëm ka ngjarë edhe 2 vjet e gjysmë më parë. Në qershor të vitit 2023, 3 polic kufitar të Kosovës u rrëmbyen nga Gjandarmeria serbe në fshatin Bare të Leposaviqit, derisa ishin në detyrë. Ata u liruan rreth 2 javë më vonë pas presionit të faktorit ndërkombëtar mbi autoritetet e Serbisë.